Kryeministri Edi Rama mori pjesë në samitin e javës së zhvillimit të qëndrueshëm në Abu Dhabi, ku ishte pjesë e një paneli të organizuar nga presidenti Al Nahyan. Në diskutim me kryeministrin e Malit të Zi, Rama ironizoi duke thënë se nëse Bashkimi Evropian do të dështonte, Brukseli i ri do të ishte Podgorica. Rama foli gjerësisht për reformat digjitale në Shqipëri dhe përdorimin e inteligjencës artificiale në administratën publike, duke theksuar se 95% e shërbimeve ofrohen tashmë online dhe se AI po përdoret për harmonizimin e ligjeve me ato të BE-s dhe për prokurimet publike. Në fokus ishte edhe energjia, ku Rama deklaroi se Shqipëria prodhon 100% energji të rinovueshme dhe synon të shes energji të gjelbër në Europë, përmes një projekti mbi 1 miliard euro me Emiratet e Bashkuara dhe Italinë, me objektiv sovranitetin energjetik deri në vitin 2028. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha njoftoi se PD do të depozitojë një kallëzim në SPAK për skandalin e Dorana Park. Ai akuzoi qeverinë dhe kryeministrin Edi Rama se nuk do të shpëtojnë nga kjo çështje, ndërsa kritikoi edhe drejtorin e përgjithshëm Dumanin për mosveprim. Berisha tha se provat janë të bazuara ligjërisht dhe do të dorëzohen në organin e drejtësisë, duke theksuar se projekti Dorana duket se favorizon një pakicë të privilegjuar, ndërkohë që qytetarët përballen me taksa të larta dhe shërbime publike të dobta. Ai paralajmëroi se askush nuk duhet të shpëtoj nga përgjegjësia për këto skandale. Socialistët dhe demokratët arritën një dakordsi paraprake për reformën territoriale, por ajo u pezullua pasi opozita refuzoi pjesëmarrjen në komision pas zgjedhjes së avokatit të popullit. Sipas tratativave, reforma parashikonte ndarjen e pushtetit vendor në 2 nivele, bashkitë që do të rriteshin nga 61 në mbi 90 me kompetenca të reduktuara dhe qarqet ose superbashkitë me përgjegjësi të mëdha për financat, politikat dhe zhvillimin, të drejtuara nga kryetarë të zgjedhur direkt nga qytetarët. Megjithatë, gjithë kjo dakordsi ka ngecur pasi demokratët u tërhoqën nga komisionet parlamentare, duke lënë procesin pa marrëveshje. Ndërkohë pritet aktivizimi i kësaj marrëveshjeje sipas informacioneve jo zyrtare. Kreu i PD Sali Berisha komentoi hetimet e SPAK mbi financimin e kuvendit të 11 dhjetorit 2021, duke i cilësuar si hetim politik. Ai tha se është i vetmi politikan i hetuar me hollësi brenda dhe jashtë vendit, dhe se hetimi pasuror i tij është përfunduar dhe dërguar në gjykat kohë më parë. Berisha akuzoi lidhje mes ish drejtorit të sigurimit dhe Dumanit, duke thënë se çdo tjetër pretendim është mashtrim politik. Ai shtoi se financimi i kuvendit është deklaruar nga të gjithë sponsorët dhe se zbuloi se Lulzim Basha kishte dorëzuar Escobarit listën e bizneseve që mbështetën aktivitetin e tij, duke theksuar transparencën e plotë në këtë proces. Presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka reaguar ndaj akuzave të SPAK duke i quajtur ato një farsë gjyqësore, të bazuar në të pavërteta dhe falsifikime. Ai mohoi çdo përgjegjësi për çështjet CSD-a, lobimin në SBA dhe fshehjen e pasurisë, duke theksuar se pas 8 vitesh hetime nuk ekziston asnjë provë apo fakt penal kundër tij. Meta akuzoi prokurorët se nuk i kanë vënë në dispozicion të gjitha aktet e dosjes dhe se dëshmitë janë paraqitur të cunguara. Ai sqaroi se kontrata e LSI-s me kompaninë lobuese në SBA ishte transparente dhe me mekanizma ndërsa për pasurinë deklaroi se të ardhurat e tij ligjore në periudhën 1995-2023 arrin në 87 milion lekë të reja, pa llogaritur pagesat si deputet dhe ish president. Meta theksoi se hetimi për ndjekës i SPAK-ut nuk ka zbuluar asnjë pasuri të paligjshme ose të fshehur dhe garantoi se avokatët e tij do të sqarojnë çdo çështje me transparencë gjatë procesit. Përmbytjet e fundit kanë goditur fushën e Spitonit në Lezhë, duke përfshirë 10 hektar tokë bujqësore dhe duke shkaktuar dëme të mëdha në kulturën e grurit, jonxhave dhe ullinjve. Fermerët po protestojnë duke thënë se kjo është hera e tretë në 40 ditë që përballen me situata të tilla dhe kërkojnë kompensim, duke akuzuar keq menaxhimin e kanaleve kulluese dhe mosveprimin e institucioneve. Ata paralajmërojnë se dëmet janë kolosale dhe po rrezikojnë sigurinë ushqimore dhe bujqësinë lokale. Pavarësisht ndërhyrjeve të bashkisë për pastrimin e kanaleve, toka e ulët dhe rreshtjet intensive vazhdojnë të shkaktojnë përmbytje, duke lënë fermerët në situata kritike. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Këlcyr, kur një 30 vjeçare është dhënuar nga vëllai dhe xhaxhai i saj pas një konflikti familjar lidhur me vendimin për divorc. Vajza kishte kërkuar të ndahej nga bashkëshorti, por familja e saj nuk e pranoi këtë vendim. Sipas policisë, pas një debati të ashpër, vëllai dhe xhaxhai kanë marrë me forcë në makinë dhe e kanë çuar në shtëpinë e xhaxhait, ku dyshohet se është dhënuar. Një person tjetër, një 43 vjeçar, dyshohet se kishte djeni për ngjarjen dhe nuk ka reaguar. Policia ka nisur procedim penal ndaj 4 personave të përfshirë, duke përfshirë edhe 3 të banueshëm në Tiranë, ndërsa materialet janë referuar në prokurori për hetim të mëtejshëm.
Altin Doci, një prej të paraburgosurve më të rrezikshëm, u arratis nga Spitali Rajonal i Durrësit gjatë një vizite mjekësore, duke shkaktuar një krizë të madhe në burgun e Durrësit. Doci sulmoi punonjësit dhe u largua me një makinë Audi A7 me targa të vjedhura, ndërsa hetimet pritet të përfshin ish drejtorët e burgjeve për të përcaktuar përgjegjësitë. Si pasojë, ministri i drejtësisë Besfort Lamallari shkarkoi drejtorin e JVP Durrës, Indrit Cërloj, dhe pezulloi gjithë zinxhirin komandues të burgut. Ai kërkoi plan të ri sigurie, rishpërndarje të paraburgosurve me rrezikshmëri të lartë dhe angazhim maksimal me prokurorinë për zbardhjen e ngjarjes dhe vendosjes së përgjegjësive përpara ligjit. Drejtoria e burgjeve konfirmoi se nuk kishte informacion për transportin e Docit, ndërsa hetimet përfshin edhe shkeljet e rënda të detyrës nga zyrtar dhe staf spitalor. Ministri i punëve të brendshme i Venezuelës, Diosdado Cabello, njoftoi sekuestrimin e një ngarkese 6850 kg drog gjatë një operacioni të zhvilluar më 5 janar në rajonin e Orinoco's, pjesë e shtetit Bolivar, duke arritur në totalin e 7148 kg të konfiskuara në 13 ditët e para të janarit. Operacioni përbëhej nga 238 pako, me 14119 pako marijuanë dhe 81 pako kokainë. Autoritetet e përshkruan këtë si një goditje të rëndë kundër trafikut të drogës dhe kundër që pretendon se Venezuela është vend tranzit i lehtë për trafikantët. Në shtetin Zulia, autoritetet zhvilluan gjithashtu operacione antidrog që rezultuan me arrestime dhe konfiskime të tjera, ndërsa Cabello tha se duke bllokuar rrugët detare dhe ajrore të trafikut, organizatat kriminale po detyrohen të përdorin rrugë toksore. Cabello ka bërë të ditur se edhe në shtetin Zulia janë zhvilluar operacione. Ai sqaroi se të përfshirët në të dy rastet janë të lidhur me mafien shqiptare që operon nga Ekuadori dhe se ai si ministër po zhvillon një luftë reale kundër narkotrafikut. Peter Sorensen, i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, takoi sot udhëheqësit e Kosovës, kryeministrin në detyrë Albin Kurti dhe presidenten Vjosa Osmani. Ai premtoi të punojë për rifillimin e bisedimeve të nivelit të lartë mes dy vendeve, me synimin e normalizimit të marrëdhënieve. Presidenti Osmani theksoi rëndësinë e një dialogu të fokusuar të njëjta reciproke dhe kritikoi Serbin për shkelje të vazhdueshme të marrëveshjeve. Sorensen u shpreh se ka shpresë që viti 2026 do të sjellë rezultate më konkrete se ai që kaloi. Ai takoi edhe kryetarin e LDK Lumir Abdigjiku, me të cilin diskutoi situatën politike dhe proceset ndërkombëtare që presin Kosovën. Donald Trump insiston se SBA duhet të ketë kontroll mbi Groenlandën, duke argumentuar se ishulli është strategjik dhe i pasur me minerale dhe se NATO do të ishte më efektive nën kontrollin amerikan. Ai paralajmëroi se në mungesë të veprimit të SBA-s, Rusia ose Kina mund të ndërhyjnë, duke e paraqitur këtë si çështje sigurie kombëtare. Kryeministre daneze Mette Frederiksen dhe kryeministri i Groenlandës Jens Frederik Nielsen hodhën poshtë çdo pretendim të jashtëm dhe theksuan mbrojtjen e sovranitetit dhe rendit ndërkombëtar. Nga ana tjetër, presidenti francez Emmanuel Macron paralajmëroi për pasoja të pashembullta nëse sovraniteti një vendi aleat do të cënohej. Bashkimi Evropian gjithashtu garantoi mbështetje për Groenlandën dhe popullin e saj, duke theksuar se çdo negociat duhet të respektojë të drejtën për vetvendosje dhe ligjin ndërkombëtar. Ministri iranian i mbrojtjes Aziz Nafizardeh paralajmëroi SBA se do të sulmojë bazat amerikane dhe aleate në rajon nëse Washingtoni ndërmerr ofensiv kundër Iranit. Ai tha se çdo bazë që ndihmon SBA do të konsiderohet objektiv legjitim, duke paralajmëruar se përgjigjja do të jetë e dhimbshme. Deklaratat e tij pasuan paralajmërimet e Donald Trump, i cili tha se SBA-ja do të ndërmarrë masa shumë të forta nëse autoritetet iraniane ekzekutojnë protestuesit antiqeveritar, ndërsa më shumë se 2500 persona kanë humbur jetën dhe mbi 18000 janë arrestuar gjatë protestave. Trump inkurajoi protestuesit dhe paralajmëroi se ndihma është rrugës, ndërsa Irani dhe Rusia akuzuan SBA-n për ndërhyrje dhe destabilizim. Situata mbetet jashtëzakonisht e tensionuar dhe me rrezik për përshkallëzim ndërkombëtar. Elon Musk ka njoftuar se do të kërkojë kujdestarinë e plotë të djalit të tij 1 vjeçar, Romulus, me influenceren Ashley St. Clair. Vendimi vjen pas disa postimeve të St. Clair për komunitetin transgjinor, që Musk ka interpretuar si rrezik për fëmijën. Ashley St. Clair, 27 vjeç, kishte kërkuar falje publikisht duke pranuar se ndihej shumë në faj dhe po përpiqej të mësonte për të mbrojtur ata që kishte lënduar. Romulus është konfirmuar si djali i Musk përmes testit gjenetik dhe më parë Musk i kishte ofruar St. Clair $2.5 milion plus pagesa vjetore. Rasti ka ndezur debate të mëdha në mediat dhe rrjetet sociale mbi ndikimin e bindjeve ideologjike në vendimet për kujdestarinë dhe presionin publik mbi dy prindërit.
Komiteti Ekzekutiv i Federatës Shqiptare të Futbollit zhvilloi mbledhjen e parë për vitin 2026 në drejtimin e presidentit Armand Duka. Një nga vendimet kryesore ishte organizimi i asamblesë së përgjithshme zakonshme zgjedhore, e cila do të mbahet më 16 shkurt 2026 në shtëpinë e futbollit. Gjatë asamblesë do të zgjidhet presidenti dhe anëtarët e Komitetit Ekzekutiv për mandatin 4 vjeçar, duke respektuar plotësisht statutin dhe rregulloret në fuqi. Lajmi hap ethet e zgjedhjeve në FSHF, ndërsa krenar Ali Mehmeti u zgjodh kryetari i shoqatës rajonale të futbollit dhe Duka pritet të synojë një mandat të ri.